Unë jam mirë, ti je mirë, ajo sa ajo është mirë. Në kohën e tashme, po i referohem foljes jam. Dhe duke që gjykata kështu nxori një fund duke bërë pak a shumë të lumtur politikisht, si vetëvendosjen po ashtu edhe zonjën Vjosa Osmani. Ju si e path? Po, do të thotë të kalumen ishin mirë, sepse E zgjodha figurativisht kështu. Po, jo, shumë e drejtë e keni zgjidhur, sepse mendoj që është një menaxhim politik më shumë i situatës politike se sa doktrina si do duhet të ishte interpretimi juridik për çka do të qëndron në gjykata kushtetuese. Po shpresoj që në tarmen nuk do të kemi situata të tilla. Megjithatë u konkludua që e vërteta ishte se deri me 5 mars ka pas me u zgjedh presidenti dhe pastaj kjo pjesa me 34 ditë që shtuan është pikërisht ajo që thatë ju në hyrje të emisionit që thotë me pincet me jap mundësi secili nga pak me përfitu me shiu fitoren politike. Mirë, po mendoj që tash drama vazhdon edhe frigohem që duke njohur sidomos këtë partinë e pushtet vetëvendosin, sepse kjo situatë ka dhënë mundësinë tash me pas ushtruesin e detyrës presidentit, mos do të tentojmë me bëdhe thyre tjera të kushtetutës, sepse janë kampion super kriminal në thyrën e kushtetutës 16 herë më shumë deri më tani. Për tash vendos datën e zgjedhjeve,